Jam sot para jush në emër të së dytës, pra të transparencës, për të komunikuar nëpërmjet jush në mënyrë transparente, të drejtë për drejtë, të hapur dhe të shumë të sinqertë me qytetarët e Shkodrës, me Shkodrën, me prindrit e studentëve, me studentet e këtij universiteti, me pedagogët dhe administratën, lidhur me vendimin e bordit të administrimit të datës 2, i cili votoi një prej kandidatëve për administrator të USH-s. Tani Universiteti i Shkodrës nuk është vend parkimi, as nuk është një institucion ku dikujt do t'i gjejmë vend pune, por punës do t'i gjejmë njerun e duhur. Nuk është pra vend parkimi, siç e thash, as institucionet e tjera nuk mund sjellin absolutisht në mënyrë absolute asnjëri këtu, vetëm i bazën e procedurës, edhe nuk është as bord kullimi. Kështu që në këtë kuptim, unë kam kundërshtuar dhe në emër edhe të moralitetit thash dhe të integritetit të lartë akademik, një institucion nuk mund të pranojë pra një kandidaturë e cila nga bordi është votuar në mënyrë të paligjshme. Rektori i universitetit, i cili është në të njëjtën kohë dhe kryetari i Senatit, ka kundërshtuar me argumente ligjore, mbështetur në moralitetin, në etikën dhe në integritetin akademik të institucionit, në mënyrë të vazhdueshme procedurën që ka ndjek bordi i administrimit dhe përfundimisht edhe kandidatin e votuar prej tyre në atë mbledhje, por i cili do të vijojë pastaj të ndjekë dhe procedurat e mëtejshme administrative dhe ligjore. Qëndrimi jem ka qenë i qartë, është i qartë dhe do të jetë i qartë deri në eksplorimin e çdo lloji procedure administrative dhe ligjore për shkeljen që bordi i administrimit ka bërë të ligjit 80/2015 dhe të statutit dhe të vetë kritereve dhe dokumentacionit të vendosura nga bordi i administrimit për zgjedhjen e administratorit. Tani, unë do t'i kërkoj Senatit akademik këtë muaj që të rishikohet pozicioni i këtyre dy antarëve që janë zgjedhur nga Senati, sepse ata janë bord për të përfaqësuar interesat e Universitetit të Shkodrës. Ata janë bord për të përfaqësuar interesat e studentëve, të pedagogëve dhe të administratës. Dhe duhet jenë shumë koherent në qëndrimet e tyre. Sa i takon përfaqësuesve të ministrisë, ata e pohuan vetë që janë thirrë në Ministrinë e Arsimit, por këtu më lejoni të jenë shumë i qartë. Ministra ka qenë shumë korrekte. Ato e deklaruan këtu në mënyrë të drejtë për drejtë dhe shumë të sinqertë që ministra ju ka kërkuar atyre të zbatojnë ligjin. Dhe ato erdhën në bord dhe nuk zbatuan ligjin. Të zbatosh ligjin do të thotë që të respektosh kriteret e përgjithshme dhe specifike që kërkon ky dokument. Dhe në kriteret e përgjithshme në pikën 4 e përsëris edhe herë nuk pranohen pra individ të cilët kanë qenë të dënuar.